Okej, tani më ne folëm në videon paraardhëse në lidhje me faktin se si mund të vizualizojmë. Por, pyetja ngelet tek fakti që, i bëm të gjitha për shembull rituale dhe çdo gjë në lidhje me manifestimin, vizualizuam, i ndjem të gjitha këto ndjesi sikur i kemi këtu dhe tani, vum të gjitha shisat tona në punë për ta bërë sa më të prekshme këtë manifestim dhe ta aktualizojmë këtu dhe tani. Dhe tani më ngecet puna tek fakti se si do të çlirojmë pritshmëritë, sepse këtu jemi të lumtur, por kalon një farë periudhe dhe ne pyesim se pse nuk po vjen, pyesim se pse po vonon kaq shumë, ndoshta bëm diçka gabim, dhe fillojnë të gjitha këto dyshime që të dalin në sipërfaqe, ndoshta ankthi, ndoshta zhgënjimi, ndoshta ju thjesht mërziteni, dhe këtu duhet bërë pakës kujdes sepse ndoshta kjo që tregon që ju nuk i keni lënë shumë vend manifestimit tuaj të marrë frymë. Ju keni qenë shumë të fiksuar dhe të lidhur pas tij, saqë nuk i keni lënë mundësi të rritet. Është fiks shembull që po më vjen në mend një lule, në momentin që ka një vazë të vogël, ajo do të qëndrojë aq. Por në momentin që ju e vendosni në një vazë më të madhe, do të fillojë të rritet, do të lulëzojë më shumë, pra lejoni një vend manifestimit tuaj që të marrë frymë, që të ketë vend të rritet, që të ketë vend që të lulëzojë dhe ose fara juaj të mbi në kohën më të papritshme për ju. Por të gjitha këto kërkojnë një teknikë që është teknika e çlirimit të pritshmërive. Dhe është faza më saktë, por është faza më e vështirë sepse vërtet do shumë durim, besim tek diçka e padukshme, besim tek koha perfekte e këtij manifestimi, dhe të gjitha këto kërkojnë që ju të çlironi pritshmëritë tuaja madje, që ju të mos mendoni për shembull, sepse mendja jonë natyralisht funksionon në këtë mënyrë që të shikojë rrugët e mundshme, se si ky manifestim mund të vijë, kohën dhe datën që mund të vijë perfekte, që ne mendojmë se është perfekte, por ndoshta nuk është perfektja. Dhe ndoshta po t'ja lëmë në dorë këtë energjisë universale, që unë gjithmonë them, i pjek manifestimet tona, si ai keku që ne folëm në videon paraardhëse. Pra kjo energji universale, mund ta mendoni është kjo ngrohtësia e furrës dhe furrave, ose furra vetë mund ta mendoni që është ky mjedis, dhe kjo energji universale po e pjek manifestimin tuaj. Por nëse ju e nxirrni kekun përpara kohe, do të jetë qull, nuk do të jetë perfekt si ai që ne vizualizuam, dhe ju mund të zhgënjeheni sepse nuk ishte ajo që ju donit, keku që ju donit. Por në kohën dhe në momentin e duhur, ndoshta mund ta vizualizoni që ose furra bën atë tring në kohën që mbaron kozjatja e ideale e pjekjes së kekut, ose ndoshta ju thjesht mund të shkoni në kohën dhe momentin e duhur dhe të gjendeni aty në momentin që manifestimi juaj është pjekur. Pra gjitha këto mund të ndodhin, por gjatë kësaj kohe, çfarë bëni ju? Pra pyeteni veten. Është shumë e thjeshtë, ky shembull është shumë i thjeshtë. Në momentin që keku po piqet, çfarë bëni ju? Ju nuk, nëse shkoni dhe rini aty gjatë gjithë kohës tek furra dhe të shikoni, u poq tani, po kur po piqet? Po do piqet apo jo? Po edhe sa do të piqet? Kjo e bën kohën të duket shumë herë më e gjatë se sa po të ishit marrë me një gjë tjetër, sepse koha është iluzion. Se sa po të ishit marrë me një gjë tjetër, për shembull të bëni punë shtëpie, të palosni rrobat, ndoshta thjesht meshkujt për shembull të merren me punë të ndryshme, të dalin për shëtitje, duke lëvur. Ishte thjesht shembulli, por që të bëni diçka kreative, të merreni me diçka tjetër dhe të fokusoheni në një punë specifike. Dhe në kohën dhe momentin e duhur, kur të bëj ky tringu i furrës që keku juaj është gati, ju shkoni dhe merrni manifestimin tuaj. Pra ju do ta ndjeni këtë me intuit, apo thjesht në kohën dhe momentin e duhur, ju do takoni këtë person, apo thjesht në kohën dhe momentin e duhur, do të vi ky mesazh, do të vi kjo dhuratë, do të vi x gjë që ju manifestoni, dhe ju papritur do ta ndjeni këtë klikun e furrës që kjo gjëja është gati. Por kjo ndodh në momentin që ju Kjo është e bukura, sepse marr pyetje shpesh, nuk është çështja që ta harroni, pra thjesht ose të mendoni nuk ekziston dhe të mërziteni dhe të shkoni në këtë spektrin që keku nuk do të bëhet asnjëherë,
por në idenë që ju e dini që keku po piqet, ju e dini që bët një kek, manifestuat një kek, e dini që po piqet në furr, nuk është në dorën tuaj sa shpejt apo vonë, apo se kur, apo si do të piqet, por në dorën tuaj është që të besoni që furra keku është në duart e sigurta, furra po e pjek sa më mirë tjetë e mundur, dhe të besoni që do t'jetë në fund ashtu si që e vizualizuat, dhe ndoshta edhe më mirë, më i shishëm se sa ju e ndjet. Aroma do t'jetë më e ndezur se sa ju e ndjet me shisat tuaja pra. Dhe pamja do t'jetë shumë herë më e bukur se sa ju e vizualizuat. Po për gjitha këto, ju thjesht besoni që furra po e pjek dhe është në duart të sigurta dhe në kohën në momentin e duhur ju do të merrni kekun tuaj dhe do ta shijoni me njerëzit e zemrës. Kjo është ajo që ju mund të bëni për të çliruar pra pritshmëritë që të ndihmojë që manifestimi juaj të vijë si me magji. Sepse në momentin që ne merremi me diçka tjetër, ndërkohë që e dimë që keku po piqet, koha duket sikur kalon dhe ne nuk e marrim vesh se sa shpejt iku dhe u poq. Por në momentin që ne rrim, pra e tham, të që rrim gjashtë kohës aty, na duket si një përjetësi. Dhe prandaj është e mira që ne të mos fiksohemi kaq shumë as te koha, as te mënyra se si thjesht të besojmë. Kjo ka lidhje shumë me besimin, ka lidhje shumë me të besuar të diçka që ne nuk e kontrollojmë dot. Dhe e mira është të mos ta kontrollojmë dot, sepse sa më shumë të çlirojmë kontrollin, aq më shpejt do të vijë manifestimi jon dhe aq më i mirë do të jetë ai. Me që Lilit ndodhe këtu, po në tjetër arsye është me ta ndaj me ju. Kam dashur gjithmonë të kem një mace tjetër për Zenin, sepse sado që ai na ka ne, më ka mua gjithë kohën. Përsëri, e keni parasysh kur nuk keni një njeri që është fiksi ju, si thua, sepse okej, unë mund të flas telepatikisht me të, unë mund të komunikoj apo të ofroj dashuri, por ndonjëherë ne thjesht kemi nevojë për dikë të nivelit ton, dikë që të jetë si ne, dikë që të komunikojë gjuhën e maceve me ne, sepse jemi lodhur për shembull, keni parasysh të flasim një gjuhë të huaj, ne duam të flasim gjuhën ton. Jemi më mirë, më natyrshëm me këtë lloj gjendjeje. Dhe jo se ai nuk na don ne apo ne nuk e duam atë mjaftueshëm. Por gjithnjë macet, sado që janë shumë të pavarura, e bukur është që ato preferojnë të rinë në grup, si thua, sa më shumë aq më mirë. Dhe unë sigurisht që doja që t'i merja një shoqe zen, por që thjesht duke u munduar ta manifestoj, çlirova pritshmëritë e mia dhe thash do të vi në kohën në momentin e duhur dhe nuk është se preferoj të shkoj dhe të blej mace. Preferoj që për shembull, ashtu siç kam bërë dhe me Zen, të vi një mundësi që unë të ndihmoj një mace dhe ta bëj pjesë të familjes sonë. Dhe kjo ndodhi edhe me Lilith, pra ju e dini ndoshta nëse keni ndjekur videot e mia që si fillim njëra nga macet e lagjes son bëri disa kotele dhe Lilith ishte më e vogla prej tyre, ishte e zezë, nuk ka të tjera mace të zeza këtu dhe kjo më bëri vërtet shumë çudi, ishte e tëra e zezë në fillim, si delja e zezë do thoja, por që ishte më e vogla. Dhe kjo mace ishte nënë e re. Kur pyeta më vonë, domethënë më treguan që nënat e reja nuk din shumë mirë të kujdesen për macet dhe ndoshta nëse e shohin më të vogël, ju duket sikur i lodh shumë, sepse kishte në fakt dhe shumë kotele, ajo është mace e vogël, edhe Lilith është strukturë shumë e vogël. Dhe kishte shumë kotele të tjera dhe nuk mundej ndoshta dhe nga që e pa të vogël, thjesht e distancoi. Dhe ishte në moment që nuk sa kishte lindur, një javë ndoshta. Dhe ne e pam këtë gjë, një herë, 2 herë, 3 herë, po ne mendonim sepse ndoshta edhe mund ta ushqej, unë nuk e dija që mund të kishte raste të tilla. Dhe një ditë, përpara se ta merja, e dëgjova gjithë ditën duke qarë, sepse ishte vetëm, ishte shumë ftohtë ato ditë, bëri shumë ftohtë nga shtatori, dhe ishin ca ditë që bën shumë ftohtë vërtet, si dimër, ra dhe shi, dhe ajo ishte distancuar dhe vetëm, dhe nesër me shkova direkt e mora, sapo e pash që ishte kjo mace, sepse mendova se ishin të tjera. Dhe ishte dita më e vështirë e jetës time, sepse isha vetëm dhe më duhet që ta ushqeja me qumësht dhe nuk kam eksperienca të tilla, domethënë, do të thoni ju që është instiktive, patjetër që po, mëmësia është shumë instiktive, por është ndryshe kur ke pakës eksperiencë në këtë fushë. Për shembull tani nëse do të më bie rasti, e di çfarë të bëj, e di çfarë shumshi të marr, e di që duhet të marr këtë lloj biberoni dhe të ndjek këto hapa dhe që në momentin që
për shembull ka probleme me tretjen e ku diun, gjërat që ne hasëm, të mos shqetësoj më shumë, sepse ishte një muaj shumë i vështirë, muaji i parë. Aq më tepër për faktin që Zeni ishte në shtëpi dhe ne nuk mund ta lejonim që të rinte vetëm, kështu që i mbanim në dhoma të ndara. Ishte vërtet shumë një situatë sfiduese. Dhe fakti që për shembull duhet të lije ose duhet të lihet çdo lloj pune dhe në ato orar të shkojë dhe ta ushqejë me qumësht, sepse nganjëra mamaja të njëjtin që bën dhe ne u munduam sa më shumë të mundeshim që ne të zëvendësonim mamën e saj, që ajo nuk e kishte. Sado që dhe qumshti i nënës asnjëherë nuk zëvendësohet. Por jam e lumtur që ajo është gjallë në radhë të parë, jam e lumtur që tani më zen ka një shoqe, duke rënë shkurt. Jam e lumtur që nuk ndjen më vetëm dhe ka pësuar një ndryshim, është më i qetë, është më i lumtur, luajnë bashk. Do me thëmë pas 3 muaj që ne i mbajtëm të ndarë dhe pastaj u mësuan, në fillim ziheshin, Sepse kjo është e bukura që ndonjëherë njerëzit thjesht shohin anën e bukur të gjërave, ose shohin këtë kekun, rezultatin në fund që ne folëm, por nuk shohin mundin, strapacimin, emocionet, ankthim, gjithçka që ju keni kaluar për të bërë këtë kek dhe për të pritur që ky kek të vi. Prandaj njerëzit thjesht shohin atë rezultatin, qoftë edhe në rrjetet sociale. Janë ndonjëherë bërë shumë toksike sepse ju shikoni rezultatin dhe ju krijohet një ndjesi në veten tuaj që ju nuk jeni aty, ju nuk e keni këtë gjë, ju sjeni kaq mirë sa ata, ju ndoshta se meritoni. Dhe të gjitha këto janë shumë të këqija për gjendjen tuaj emocionale, për manifestimet tuaja, e të tjerë. Dhe jo më kot sa më larg rrjeteve sociale, mediave, jemi më të lumtur. Sa më afër natyrës, ne jemi më në situatë e prekim energjinë e paqes, të mirëqenies që është kudo rreth nesh, dhe bëhet më prezente edhe në realitetin tonë. Nuk e di pse e ndjeva të arsyeshme ta ndaj këtë histori me ju, dhe në fakt kishte shumë lidhje dhe me pjesën me shembullin e kekut, por për gjithë ju që e dëgjuat, do të thotë shumë për mua dhe jam shumë mirënjohëse sepse e vlerësoj vërtet shumë të ndajmë eksperiencat, opinionet tona. Kjo do të thotë shumë për mua, kështu që shumë faleminderit, jam shumë mirënjohëse. Shihemi video tjetër dhe jam e hapur ndaj opinioneve, dëshirave që keni për të bërë video në lidhje me tema nga më të ndryshme që dëshironi të flasim. Mirupafshim, shihemi video tjetër.